Kështu që falenderojmë Zotin dhe do të hapim Biblën këtu në Psalmin 123 që thot: ne duhet lexojmë me zemër, vëllezër dhe motra, duke përdorur të pesta shqisat në çdo fjalë kur thot drejt teje i ngres sytë e mi. Drejt kujt? Drejt Perëndis ton. Drejt teje i ngres sytë e mi, drejt teje që je ulur në qiejt. Ja, ashtu si sytë e shërbëtorëve drejtohen te dora e zotërve të tyre dhe sytë e shërbëtores te dora e zonjës së saj, kështu sytë tanë drejtohen te Zoti Perëndia ynë. Ai është Zoti i jetëve tona. Deri kur, thot, derisa ai të ketë çfarë? Mëshirë për ne. Të na dëgjoj dhe të shfaqet duke përmbushur kërkesat tona, duke përmbushur dëshirat tona, duke dëgjuar ankesat tona ose vuajtjet tona. Kështu që aty presim në Zot. Presim sa herë që i lutemi Zotit dhe ju mos dyshoni, kur ju jeni duke ju lutur Perëndis, duke i kërkuar diçka, ose duke i treguar atij trishtimet tuaja apo gëzimet tuaja, duke i rrëfyer jetën tuaj, ju mos dyshoni që Perëndia po ju dëgjon. Perëndia është aty duke dëgjuar lutjen tuaj. Dhe ai mat kohën në të cilën ai do të shfaqet në jetën tuaj dhe ai do të thotë mirë, këtë do ta dëgjoj pas disa muajsh, për atë që po më kërkon, aty do t'ja jap nesër, këtë do ta bekoj tani. Ky pastaj është vullneti i Zotit. Por kur të mos lodhemi së drejtuar i Zotit dhe së besuari se Perëndia është aty duke na dëgjuar. Thuhet derisa ai të ketë mëshirë për ne. Por kur ai përgjigjet një kërkesë që kemi, atëherë do të kemi një kërkesë tjetër. Kemi një nevojë tjetër apo një dëshirë tjetër dhe duhet vazhdojmë të lutemi dhe të vazhdojmë të besojmë dhe të shpresojmë të presim tek ai. Të gjithë do të lexojmë vargun 3 dhe 4. Thot: ki mëshirë për ne, o Zot. Ki mëshirë për ne, sepse jemi velur jashtë mase me përçmimin. Shpirti ynë është velur jashtë mase me talljen e arrogantëve dhe me përçmimin e krenarëve. Thot se shpirti ynë është velur jashtë mase me përçmimin. Kush është ai që na përçmon? Është armiku ynë që ne kemi, që hyn në jetën apo në zemrën apo në mendimet e ndonjë qenie njerëzore, në ndonjë rrethane të jetës, tek ata që nuk kanë frikë nga Perëndia, që nuk e duan Perëndin. Kështu që armiku ynë shkon dhe nxit ata persona që të dalin kundër nesh për të na bërë keq në një formë apo në një tjetër, duke përdorur fëmijët, duke përdorur vet familjen ton, duke përdorur të afërmit, shokët e shkollës, të punës, ata që punojnë në ndërmarrje të vogla, ata që punojnë në restorante apo kudo qoftë. Jemi të rrethuar nga njerëz, të rrethuar nga shumë rrethana dhe kështu që armiku ynë përdor këta persona për të na dalë kundër, për të na bërë keq, për të na dëmtuar, për të na bërë të vuajmë. Për shembull, kur një person pëson një aksident rrugor, armiku nxit njerëzit të bëjnë gabime dhe të ndodhin aksidentet. Pra kemi aty armikun që po na përndjek, që na bën të këqija. Kur dikush sëmuret, po e njëjta gjë, është armiku aty duke dëshiruar që të sëmuremi, që të jetojmë keq, të trishtuar dhe të torturohemi, apo të vuajmë nga situata. Kështu që në një formë apo në një tjetër armiku na përndjek. Prandaj këtu kisha e Zotit po i thot: ki mëshirë për ne. Ne jemi besimtarët në Zot. Dhe Zot thot: ki mëshirë sepse jemi të velur jashtë mase me përçmimin, me gjërat e vështira që ndodhin në përditshmërinë tonë ndoshta. Thot, shpirti ynë është i velur jashtë mase me kaq shumë probleme, vuajtje, përçmime, pra me gjithçka që armiku bën kundër nesh, në mënyra dhe rrethana të ndryshme për të na përndjekur. Për çdo gjë, ajo që ne duhet të bëjmë është
të besojmë gjithmonë në Perëndin ton dhe siç thot vargu i parë, drejt teje i ngre sytë e mi. Drejt teje i ngrita, por kur ne i ngrem sytë drejt Zotit e bëjmë këtë duke u lutur në lutjen ton, me klithmën ton duke i kërkuar Perëndis. Por po ashtu, do t'i thoshim Zotit, siç thuhet në një psalm tjetër, Zot më ndihmo, sepse dua të eci në rrugën e drejtësisë, të eci në rrugën e përsosmërisë, që kur unë t'i ngres syt drejt teje, ti të më dëgjosh dhe të më bekosh, që kur unë të lutem, ti t'jesh i vëmendshëm ndaj lutjes time, që në këtë mënyrë askush nga ju të mos thotë, unë jam lutur dhe i kam kërkuar Perëndis dhe ai kur nuk më dëgjon, Perëndia nuk më përgjigjet, Perëndia nuk më dëgjon. Ju kur mos e thoni këtë, sepse zemra juaj duhet të jetë e vëmendshme, e kthyer tek Zoti, duke dëshiruar që t'i pëlqeni Zotit në çdo gjë, që në këtë mënyrë të prekni zemrën e Zotit dhe ai t'ju dëgjoj dhe lutjet tuaja të arrijnë në praninë e Zotit. Nuk do të heqim dorë këtu apo të lodhemi, por do të vazhdojmë të ecim përpara të fortë dhe trima. Duhet të jemi shumë trima çdo ditë të jetës tonë. Dhe në momentin e vështirë të kemi trimëri, t'i ngrem syt lart drejt Zotit dhe t'i kërkojmë Perëndis dhe t'i lutemi atij dhe ai do të jetë aty, gati i vëmendshëm për të na dëgjuar. Le ta duam Perëndin ton, le të lutemi dhe të falenderojmë Zotin, Atë i shenjtë, Atë qellor. Faleminderit Zot, sepse bekime të mëdha, shumë fitore, shumë triumfe, shumë begati dhe rritje shpirtërore do të jap për të gjithë ata që sforcohen, për të gjithë ata që gjejnë forcë për jetën e tyre shpirtërore, që ndryshojnë mendimet për të bërë të mirën, që shqetësohen për të kuptuar mirë këto rrugë. Ata që shqetësohen dhe që përpiqen për të kërkuar dhuntit frymërore. Ata që duan të punojnë në këtë vepër, në vresht, në mbledhjet e kishës, në kishë, dhe që duan ndryshime dhe duan të triumfojnë, dhe unë do t'i bekoj të gjithë ata që sforcohen, të gjithë ata që po sforcohen, po përpiqen, që po luftojnë, që duan të ndryshojnë dhe unë do t'i ndihmoj të ndryshojnë, duan të drejtojnë jetët e tyre shpirtërore dhe unë do t'i ndihmoj. Do të heq shqetësimet, trishtimin, do të heq hidhërimin, do të largoj ditët e këqija, do të heq varfërinë materiale dhe shpirtërore nga disa prej tyre dhe shumë ndryshime dhe shumë fitore do të jap. Bekimet janë të gjithë secili. Mbi kokën tuaj gjendet një shi bekimesh për gjithë secilin. Do të heq hidhërimin, trishtimin, do të heq shumë sëmundje. Do të jap fuqinë nga lart për shumë prej tyre, do t'jap dhunti frymërore të përsosura, do t'largoj dembelizmin nga disa prej tyre, po ashtu do t'jap gëzim, hare, triumf dhe fitore për shumë prej tyre. Bekime ka për të gjithë, dhe të gjithë do të kenë triumfin e tyre, bekimin e tyre dhe begati, por sforcohuni. Duhet të përpiqeni për të ecur përpara, duhet të besoni, duhet të luteni, të klithni dhe të besoni se do t'jem duke dëgjuar lutjet. Do të heq trishtimin nga disa prej tyre, do të heq inatet e disave, po ashtu do t'i heq sepse janë gur pengese për rritjen shpirtërore. Do t'ju jap po ashtu para disave prej tyre, do t'i bekoj materialisht, po vi ndryshime, vjen shumë begati dhe shumë triumfe. Do të heq gjithë hidhërimin, do të heq hidhërimin dhe trishtimin dhe lotët e disa prej tyre. Do të heq depresionin, magjit, po prish magjit, po çliroj shumë prej tyre që janë shqetësuar nga frymra të ndyra, po ashtu po i pastroj. Ka shumë bekime për të gjithë, shumë ndryshime do të sjell. Faleminderit Atë, faleminderit Zot, faleminderit Atë qellor, faleminderit Zot, faleminderit Atë i shenjtë në emrin e Birit tënd të dashur Jezu Krisht. T'i jap nderin Zot, t'i jap lavdin dhe lëvdimet.
Falemderit për dashurinë tënde, falemderit për bekimet e tua, falemderit Zot për premtimet e tua, premtimet të mëdha, premtimet të lavdishme që ti bën Zot. Mëshira jote, dashuria, durimi, falja. Falemderit Zot, nuk e meritojmë. Nuk e meritojmë faljen tënde, nuk e meritojmë mëshirën tënde, dashurinë tënde, por ti je dashuri, ti je mëshirë, ti je falje. Falemderit Zot sepse mirësia jote vazhdon përjet, dashuria jote është e përjetshme, premtimet e tua të besueshme dhe të vërteta. Falemderit Atë Qiellor në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit Birit tënd të dashur. Falemderit për fitoret dhe triumfet që do t'u japësh të gjithë vëllezërve dhe motrave. Falemderit për heqjen e trishtimit dhe hidhërimit. Falemderit Zot që i bekon ata shpirtërisht dhe materialisht. Falemderit Zot im, ti je Perëndia ynë, je Perëndia ynë. Lëvduar qoftë emri yt, i përlëvduar qoftë emri yt për jetë. Lëvdimet për ty, falemderit Zot, falemderit Perëndi i fuqishëm. Ti japim lëvdimin në emrin e lavdishëm të Krishtit Jezus, mbreti lavdishëm, Zoti i fuqishëm, lëvduar emri yt Zot. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre. Lavdi Zotit, falemderit Perëndis ton, falemderit mbretit, falemderit të plot fuqishmit, i bekuar Zoti. Falemderit vëllezër, Zoti ju bekoft, motrat, Zoti ju bekoft. Her pas here, kur ju këndoni, do të ishte mirë ndoshta që të mos duart trokasim kaq shumë, por po t'i ngrëm duart lart kështu për të lëvduar Zotin me këngët, sepse atij po ashtu i pëlqen kur ne i zgjasim duart drejt tij. Kjo do të na ndihmoj po ashtu të marrim bekime shpirtërore. Zoti ju bekoft, jam shumë e gëzuar për vizitën e Zotit e frymës së shenjtë në ditën e sotme. Shumë faleminderit. Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft.